Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Pik. Prej vitesh malet e Shqipërisë janë zbrazur nga banorët që braktisën banesat e tyre apo zjarret që përpinë çfarë u del përpara, ndërsa investimet kanë mbetur të pakta dhe infrastruktura shpesh e pamjaftueshme. Tashmë, qeveria vjen me paketën e maleve, një nismë që premton të kthejë këto zona në qendra zhvillimi ekonomik dhe turistik. Shumë njohës të fushës së të drejtës e kundërshtojnë, ndërsa ata që merren me turizmin e gjejnë si një nismë shpresdhënëse dhe frymarrëse për investimet në vend. A është e vërtet që paketa e maleve vjen si një strategji e mirëfillt zhvillimi apo një tjetër premtim që do të përplaset me problemet e vjetra të pronësisë, mungesës së shërbimeve dhe emigrimit? Çfarë garancish ka kjo paketë dhe çfarë do të prodhojë në zhvillimin real dhe jo vetëm të mbetet si projekt në letër, e diskutojmë sa vijon me Dorina Prethin, juriste dhe politikane, e cila tani prej më shumë se një viti duket se është kthyer në një maraton nomake të së drejtës së qytetarëve për çuar përpara vullnetin e tyre. Faleminderit që jeni këtu sot. Faleminderit ty, Arion. Nga ana tjetër kam kreun e shoqatës së bareve dhe restoranteve në vend. Kujtim Dervishi vjen si një zë i cili u ka dhënë mbrojtje jo vetëm investimeve private në këtë vend, por mbi të gjitha edhe disa nismave që duket se tingëllojnë të drejta në momentet caktuara. Faleminderit zoti Dervishi që gjetët kohë. Faleminderit juve, një korrigjim i vogël e restorante dhe bujtinave shqiptare. Po, sepse tani e kemi zgjeruar mikpritjen tonë, nuk jemi thjesht në ato bare dhe restorante që jemi mësuar dikur. Ndoshta është e udhës që ta nis me ju. Paketa e maleve, në këndvështrimin tuaj, çfarë i sjell privatit së pari? Shiko, unë e kemi diskutuar shumë herë edhe në studion tuaj. Unë mendoj që ky është një korrigjim që po i bën ligji, ligji 7501 me këtë paketën e maleve. Baktën kështu unë e ka shtjelluar edhe kryeministin disa takime që kemi pasur me të, edhe së fundmi e ka shpjeguar sepse kjo mori domethënë një karakter tjetër, sikur do t'i privatizojnë ose do të përfitojnë oligarkët kjo paketë e maleve. Në konceptin tim, ose siç e ka shpjeguar qeveria këtë, unë jam shumë i qartë edhe shoqatës në takimet tona që kemi bërë, dhe jam munduar t'ua shpjegoj. Këtu bëhet fjalë për ato prona të cilat nuk kanë pronësi mbi tokën, nuk kanë qenë tokët e të parëve të tyre, kuptohet, qoftë shtëpia, qoftë tokat të cilët nuk e kanë përfituar, këto tokat dhe tokat janë të lira. Aktualisht gjithsecili mund të aplikojë, jurisja mund të shpjegojë më qartë, domethënë në 45 ditëve, ai pajiset me leje, pajiset me dokumenta, edhe kryeministri e tha qartë, mas 45 ditëve tha, nëse nuk i ka dalë dikush asaj prone, tha qeveria ka punë, domethënë ndërtuesi ose aplikuesi ka punë me mua si shtet. Mirë, po zoti Dervishi, ju e thoni me të drejtë, korrigjon ligjin 7501 që duket se ka shumë probleme dhe ka lënë pas edhe hasmëri ndër vite, kemi pas marrje jetësh. Qeveria çfarë ka bërë deri më sot për t'i nxitur qytetarët të bëhen pronar të ligjshëm të tokave të tyre që ndoshta i kanë rrethuar, vazhdojnë të punojnë sot e kësaj dite, por nuk kanë një dokument që konfirmon atë? Ja, pra kjo është pikërisht kjo që ti nëse do të ndërtosh, aplikon, kuptohet, pushteti vendor ka informacion të qartë për sa i përket pronave që bëhet fjalë për të ndërtuar. Dihet kujt janë ato prona. Sigurisht mund të ketë ndonjë konflikt me kalimin e kohës, ka krijuar ligji mjaft hapësira dhe mjaft mundësira që juve që do të ndërtoni në ato prona, domethënë keni disa privilegje, përjashtoni domethënë 500 parë, përjashtoni nga taksat për 10 vjet. Bile unë kam kundërshtuar këtë për arsye sepse aty mund të jetë një biznes tjetër një lloj me këtë. Edhe është një konkurrencë e pandershme për sa i përket turizmit edhe biznesit. Gjithsesi qeveria ndoshta ka mekanizma për ta zbutur edhe këtë, edhe për ato biznese që janë realisht në afërsi të tyre pronave të cilët do të zhvillohen. Për sa i përket kjo që kanë dalë fjalë domethënë për oligarkët, unë mendoj që është shumë e qartë. Nëse unë aplikoj për një pronë timen për ta bërë atë, nuk i kam mundësi financiare, sigurisht do bashkëpunoj me dikë, do bashkëpunoj me ty, do bashkëpunoj me një biznes tjetër. Kuptohet, siç jepen sot tokat për të bërë pallate, për të bërë këto me përqindje me kështu, dhe s'ka asgjë të keqe, domethënë bashkëpunojmë bizneset. Edhe nuk më duket domethënë ullës kjo që jo do të privatizojnë domethënë ato biznesmet e mëdha, oligarkët e tjerë. Vërtet, por ju jeni kreu i shoqatës së restoranteve dhe bujtinave, dhe ajo që vihet të re sot në Shqipëri, që nuk e gjen ndoshta në asnjë vend tjetër të botës, është prania gati në çdo metër katror distancë të dy restoranteve ngjitur
apo bujtinave që janë gjithashtu afër njëra tjetrës dhe të gjithë investitorët në fund të vitit pastaj kur bëjmë bilancin shohin që nuk I dalin llogaritë sikur sa e kishim menduar. Ndoshta duhet të kishim dalur si hap të parë tek rregullimi I këtyre kushteve, sjellja në tryezë të barabartë të gjithë atyre që duan të investojë, kufizimi të licencave dhe shumë çka që ndodh në shtetet evropiane, po shkojmë në Evropë apo jo? Je plotësisht I sakt për këtë. Është problem shumë I madh, po të vesh re, nuk po I përmend, po të shkosh në rrugën pa e marr të Dajtit, në rrugën e Petreles, rrugën e Vishës, po thuajse lokalet hapen dita gjithë kanë menë të hapen në restorante, jo biznes. Do të ketë qeveria patjetër një planifikim. Gjithë neve kemi shkelur, kemi dalë jashtë në Evropë, kuptohet. Vetëm pranë pallatit tim, ku banohen janë 5 farmaci. 5 farmaci. Çdo të thotë kjo. Edhe restorantet, sigurisht duket gjithë sikur punojnë, u vjen punë bilanci do të thonë vefun I vitit, do të sigurisht nuk ashtu. Duhet të ketë një ndarje, do të thonë pushteti vendor, qeveria do të japi udhëzime të qarta. Kjo rrugë mban kaq restorante, kaq bujtina, kaq farmaci, kaq furra buke etj duhet të po të shkosh në Rimin, do të thonë se shkoj shpesh sepse kam dy motat e mia atje. Edhe njëra nga motat punon në një fabrikë buke, aty e cila ka dhe paseqerin. Aty janë 200 hotele I manë vetëm ajo fabrikë buke. Është vetëm një farmaci. Është mezi gjen dy kafe, domethënë afër ose restorante, duhet prontosh patjetër se nuk gjen vend, me fjalë, sepse janë të kufizuara janë ashtu. Edhe neve nëse synojmë për të bashkuar trend evropian, do të bashkohemi pikërisht edhe me këto rregulla. Duhet të mësohen njerëzit, jo gjithkushi. Neve për shembull na konkurrojnë në mënyrë të pandeshme, flas për restorantet që janë stabilizuar. Un kam 32 vjet në biznesin tim. Po të vesh re, restorantet që hapen dita ditës, ai vërtet ka baçën e vet, ka mundësitë e veta, apo e prodhon verën, prodhon produkte, prodhon. Edhe po të vesh re, objekt kontrolli janë ato që janë subjekte të stabilizuar se sa këto për shkak që hapen, jo për të paraqikuar, jo për të penguar. Jo, le të themi të vërtetën se ekzistojnë, nuk mund të shmangim dot. Ketë një farë disiplinimi për sa I përket, domethënë këtij rregulli. Un po ju bëj një pyetje shumë konkrete. Ju keni një biznes që ndodhet në malin e Dajtit. Një ndër pikat turistike kaq mbreslënse jo vetëm sepse është afër kryeqytetit, por është edhe pika strategjike në Shqipëri. Sa shpesh ju vin juve tatimorët? Dhe a keni qenë ju në jug të Shqipërisë ku nuk merrni kur paguani asnjë faturë fiskale, qoftë për ushqimet, qoftë për çadrat e plazhit, e shezlongjet, apo qoftë për shërbime të tjera. Pra, kjo nuk ju bën përshtypje juve që paketa e maleve në vetvete duket më tepër si një lojë politike se sa një interesim real për shoqatën që ju drejtoni? Shiko, ka një farë vërtetësie që thonë juve, kuptohet në gjithë botën se tush ka dhe abuzime për sa I përket kësaj. Por për hir të vërtetës vitet e fundit nuk kemi qenë domethënë objekti I kontrolleve tatimore, që jemi realist për këtë. Kur ishte prefekti Sotëm, se unë jam dhe këshilltar I prefektit Tiranës për turizmin, po ndoshta nga që ju Jo, nuk e kam për atë. Unë jam e kundërshtoj, ai mos I marri këshillat e mia, kuptohet apo unë ato që I mendojnë do të ndryshe ai sigurisht merr vendimet vet pastaj. Por kur ishte kryeinspektor zoti Hajdari, kemi bërë disa takime duke qenë domethënë drejtuar shoqatën dhe kemi pas to probleme si thonë ju tatimorët që vinë edhe ai ka permesuar ligjin, ka bërë ligjin e ri që tatimorët kur të vinë në një subjekt, aty më parë do të njoftojnë telefon, filan datë, neve do na priset do vim për një kontroll për një kështu. Dhe kjo besoj duket se fare normale. Jo, kjo është normale. Ka gjithë bota, jo. Do doja që të shkonin gjithandej. Jo, fshehurësi duke e majt atë beshën kështu, duke e nxjerrë domethënë kur hyn aty lokal. Ka dhe abuzime, kuptohet, apo nuk është se I deklarojnë gjithë 100% ato. Ndoshta edhe qeveria ka bërë syqori vesh shurë në këto momente domethënë për turizmin e për këto, por gjithsesi ka vende për të korrigjuar. Derisa neve duam, jemi nisur të bashkohemi Bashkimin Evropian, të bashkohemi trendit evropian domethënë, do të jetë pikërisht edhe kjo që neve do të edukohemi sepse nuk ka më fillojmë nga fiskalizimi. Ka një fund, gjithçka ka një fund. E qartë. Dorina, jo më kot u ndala fillimisht gjatë për këtë çështje sepse dua të kuptoj nga ana një sipërmarrëse si funksionon kjo, por e drejta duket se gjen gjithmonë shkelje edhe tek vullneti I mirë që ne jemi mësuar të kuptojmë nga kaq vite qeverisje në këtë tranzicion të pa endshëm të Shqipërisë që jo çdo gjë është vullneti mirë, fshihen edhe disa gjëra pas. Paketa e maleve vetëm vullneti mirë që nuk është.
paketa e maleve është një replikim i shëmtuar dhe shumë monstruoz i investimeve strategjike, i ligjit për investime strategjike. Mënyra si është ndërtuar si ligj, lehtësira që ofron për investitorin, hapat që lehtëson shteti në plotësimin e kërkesave të aplikuesit, kërkuesit, investitorit, absolutisht është shumë monstruoz. Që ta nisim nga fillimi. Ligji 7501 bijmë të gjithë dakord që ishte një ligj i keq, e ndau tokën keq, i futi në vllavrasi shqiptarët dhe nuk e zgjidhi problemin e tokës. Në 2020-ën e shfuqizuan 7501-shin, shfuqizuan edhe ligjin për legalizimet dhe miratuan një ligj të ri, ligji 20-2020, të cilin edhe vetë kryeministri e ka pranuar që është një dështim. Ishte një ligj që synonte të jepte zgjidhje përfundimtare dhe titullin e ka kështu për përfundimin e proceseve kalimtare të pronës. Pra, synon që përfundimisht disa probleme të pronës të zgjidheshin. Ai e pranoi para disa ditësh që nuk i zgjidhëm dot. Por, prandaj nxorrëm dhe miratuam paketën e maleve. Një ligj prej 7 faqesh. Tani më thoni në 35 vjet, mbi vendosje, legalizime të papërfunduara, aplikime të papërgjigje në mënyrë të jashtëzakonshme, qytetarët tanë i drejtohen Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe organi nuk përgjigjet. Ka shumë procedura që janë krejtësisht të thjeshta dhe qëllimisht nuk marrin përgjigje në mënyrë që problemi të komplikohet aq shumë sa të zgjidhet vetëm me rishvet dhe me korrupsion. Tani, çfarë bëri kryeministri? Se doja shumë që të hapeshin sytë e gjithëve me këtë. Edhe mirë do ishte. 7501 e kishte fokusin tek shtëpia në fshat, banesa, kulla dhe ara, toka bujqësore. Kjo gjë i kaloi ligjit 20 fraksion 2020. Ndërkohë, paketa e maleve nuk ka fare të bëj me shtëpin, kullën, banesën dhe arën. Jo, ajo shkon përtej këtyre kufive. Shkon tek livadhi, tek kullota dhe tek pyjet, që në fakt janë prona publike. Dhe me ligjet e drejtanishme, livadhi, kullota dhe pyjet nuk lejohet që të përvetësohen. Pra, ti që e ke afër këtë livadh, do ta përdorësh për kafshët e tua. Ti që ke afër këtë pyll, do të mbledhësh bim, je i lirë të mbledhësh, je i lirë të shëtisësh, por po ashtu jam edhe unë e lirë që jetoj në qytet. Më kuptoni? Pra, çfarë bën paketa e maleve? Paketa e maleve e fal faktikisht, sepse e falur është ajo me €1, tek njëri nga trashëgimtarët. Në qoftë se ne themi, siç po e përdorin edhe deputetët e mazhorancës, siç po e përdorin edhe ministrat e qeverisë Rama, krejtësisht në abuzivitet. Faktin që kthen pronat e gjyshit, të stërgjyshit apo të babait. Ne kemi një kod civil. Ne kemi një ligj që rregullon trashëgimin. Përse nuk e jep pronën e trashëgimtarit? Çfarë shteti je që nuk e ke dhënë deri më sot pronën e babait, të gjyshit, të stërgjyshit? Ndoshta nga që është bërë udhës të jepet gjatë fushatave zgjedhore. Edhe kjo është njëra. Tjetra, si ka mundësi që i jep me një ligj të posaçëm, cilin nga trashëgimtarët do ja japësh? Do i fusim në luftë. Sepse do i fusësh në luftë dhe absolutisht është një ligj që shkakton një vllavrasje të përmasave të jashtëzakonshme dhe ka sjell. Po nuk besoj se shqiptarët janë aq të marrë, se kush kishte për ta bërë, jam i bindur që e bëri deri më sot. Uroj që sot. Ajo që ne po kërkojmë faktikisht është që të mos e zgjidh qeveria këtë gjë. E dini sa është sipërfaqja që është bërë gati në fondin e paketës maleve? Po, sa është? Është 30% e sipërfaqes së territorit të Republikës së Shqipërisë. Ju jeni ndjeni zoti Delvish? Jo, nuk kam ndjeni për Kam këtu vetëm 42 bashki, mungojnë të tjera, të cilat do t'i punoj, por në 42 bashki është 560.000 hektar. Madje shoh që Bashkia e Rrogozhinës ka 12.185 hektar. Bashkia e Rrogozhinës është kryesisht Bregdete dhe fusha bujqësore. Ç'lidhje ka jo me paketën e maleve? Nuk bëhet fjalë për Bregdetin. Nuk bëhet fjalë për Bregdetin këtu besoj. Atëherë edhe Bashkia Durrës 14.000 hektar. Ku janë malet në Bashkinë Durrës? Keni parë male në Bashkinë Durrës? Jo, prandaj u ndala tek Rrogozhina duke ditur se çfarë relievi është aty. Nuk ka male në Bashkinë Durrës, por për qeverinë Rama në fakt ka male dhe janë 14.000 hektar që janë planifikuar të jepen në Durrës. Janë planifikuar të jepen edhe në Klost, në një bashki që parashikohet të shkrihet me reformën territoriale. Pra, Dorina, që ta bëjmë pak të kuptueshme për ata që nuk janë në brendësi të ligjit në vetvete. Në këto hapësira të vendosura nga ana e qeverisë si të lira ku mund të shkojë dhe të aplikojë kush për të investuar. Çfarë mund të bëhet?
Unë do të thoja qytetarëve vetëm një gjë, të imagjinojnë Durrësin, Golemin dhe Sarandën. Kështu do të bëhen malet. Pra, në momentin thjesht do kemi ndërtime pafund, pa komplekse, kriter, resorte ngjitur me njëri tjetrin. Po. Unë besoj Ky është absolutisht paketa maleve ka ngecur në një farë mënyrë për paqartësinë, domethënë ato që po të shpjegojnë edhe juve. Ka shkuar përpara këtë javë zoti Dervishi, se ishte në thet kryeministri. Po, sigurisht ka shkuar përpara. Edhe mendoj që nuk po ecën. Nuk mund të themi neve që nuk ka Durrësi Kodra. Ka Durrësi Kodra sa duash. Po themi paketa e maleve. Po themi paketa e maleve. Ka disa agroturizëm. Nuk flasim për Bregdet tu. Prandaj u thash që është një emër. Jo, u lidha unë me Bregdetin duke parë bashkinë e Rrogozhinës, se Rrogozhina ka vetëm një kodër aty ku është në rrës të saj, po pjesa tjetër janë tokë bujqësore. Ka edhe mbi rrugë, mbi autostradën Rrogozhina ka gjithë ato kodra, gjithë ato, domethënë ka hapësira pafund, nuk diskutohet. Unë nuk e përligj atë, domethënë që do të ndërtohen këto bujtina nëpër qytete, nëpër. Çfarë do të ndodhë? A kanë kuptim bujtinat në Rrogozhinë? Absolutisht në Bregdet nuk janë për ato thashë. Jo, në Rrogozhinë, në vetveten, edhe në kodrat e Rrogozhinës, sa do kishte interes dikush të shkonte në një bujtinë ndërtuar në majt kodrës. Unë kam thënë pushteti vendor ka shumë rol në këtë paketën e maleve, i cili nuk ka qenë funksional për sa i përket. Sa duket zoti Dervishi i ka vënë në funksion 12.8, në mos gabohem, e gjem 12.18 hektar. Pra, ata përgjegjës aty në bashkinë e Rrogozhinës, 12.000 hektar. 12.000 hektar nuk janë pak. 12.000 hektar Rrogozhina. 12.000 hektar. Ndoshta duket një shifër e egzageruar, po gjithsesi. Le të marrim Pukën. Po. Çfarë do ndodh me 14.000 hektar në Pukë, aty ku kemi pisha të bardha apo të zeza? Çfarë do të ndodh me burimet ujore nëse në atë mal që është parashikuar si fond i paketës maleve, ka burime ujore me të cilat jetojnë njerëzit sot, shqiptarët sot? A e zotron personi që e fiton projektin burimin ujor? Çfarë ndodh me pishat nëse ai do ndërtoj një resort? A do t'i presa ai pemët? Çfarë do ndodh me pemët tona? Çfarë do të ndodh me lumenjt, zoti Dervishi, sepse në qoftë se ne shkatrojmë bimësinë, ne po shkaktojmë një erozion të paimagjinueshëm. Nuk do kemi do kemi shkatërrim lumenj, shkatërrim brigjesh, shtratesh lumenj. Të tjera në remediat të merren modelet domethënë që ka bota e civilizuar dhe qytetëruar, siç ka Zvicra, siç ka Austria, e keni parë vet, kupton? Po kalosh kanë një paket malësh. Me tren aty domethënë sigurisht i shikon bukuri, i shikon i natyrë, e shikon këto subjekte. Shiko, ka ardhur koha që të ketë një planifikim urban, e thash më parë. Kryeministrit ja keni. Ka kaluar koha. Ishin takimet që keni pasur? Ja keni thënë kryeministrit? Absolutisht e kam thënë. Dhe cila është përgjigjja që ka dhënë? Shiko, kryeministri shpjegon sipas mënyrës së tij. Kupton? Neve bëjmë ato ankesat tona, kërkesat tona, kush duket e drejtë, kush duket pa drejtë. Thashë unë jam optimist që të zhvillohen paketa malë zhvillohet edhe këto bujtina dhe këto se kam qenë dhe jashtë kam qenë në Londër, kam kontakte me shumë biznesmen të cilët kanë vujë sasi të ardhurash atje dhe duan të shpenzojnë në Shqipëri. Nuk e kanë të qartë çdo thot paketë maleve. Edhe shumë njerëz tu akoma se kanë të qartë. Nuk e kanë qartë, nuk është shpjeguar mirë. Por ne po e përmend domun pushtetin vendor. Pushteti vendor e ka të kujt është këto, është kujtimi, është Hasani Rëshen, e dim shumë mirë. Jo, por le të bëjmë matematik në fund të fundit. Në qoftë se zonën e Thethit, që janë disa bujtina të pranishme, pa apo me dokumenta, kjo nuk është diçka që duhet i hyjmë. Do shtohen 13 resorte, 12 bujtina të tjera? Kush do e popullojë atë zonë? Shiko, do ngelim pa bukë që i kanë të duhet të ketë një planifikim urban, siç thash, kjo problemi i ujit është problem i madh. Një planifikim biznesi nuk ka ju në shoqat, domethënë nuk e ndjeni rrezikun. Sepse ti vërtet ta jep atë është pa rrugë, fshati pa ashtu fare, domethënë shteti. Rruga do ndërtohet me taksat tona. Këtë parashikon paketa e maleve njësoj si investime strategjike. Kanalizimi, ujësjellsi, elektrifikimi dhe rruga, të gjitha do ndërtohet me taksat tona. Prandaj ne jemi në rrugë duke mbledhur firma dhe themi meqense kjo paket malesh, ky ligj parashikon që i jep në duar të disa njerëzve 30% të sipërfaqes së territorit të Republikës së Shqipërisë, ne jemi shtetas shqiptar. A është e mundur që ne ta vendosim me referendum këtë? A është e mundur që shqiptarët të ndërgjegjësohen dhe të shkojnë të votojnë kundër këtij ligji apo pro, le ta vendosin ata vet? Synimi është që ne të mos e dezinformojmë popullsinë. Pra, kryeministri ka bërë dezinformim dhe unë e shoh që ka dezinformuar faktikisht edhe bashkëpunëtorët e tij, po quaj në këtë rast sipërmarrësi. Zoti Dervishi, kryeministri ka treguar të vërtetën e vet shqiptarëve.
atë që ai e sheh që nesër është gjë e mirë. Unë prandaj natyrshëm pyes, unë nuk jam investues në asnjë prej atyre zonave. Ja t'ju them unë. Por përdora matematikën kur I them zotit Dervishi që nëse unë kam një vil të vogël, nuk dua ta quaj bujtin të madhe me 10 dhoma apo më shumë. Nesër do vi ngjitur me mua. Një resort I do madh. vi një resort, I bie që çfarë ndodh me mua. E shkatron biznesin e Por vogël sa familjar. vendas janë atje që përpiqen të jetojnë me këtë lloj biznesi, se çfarë mund të bëjë ai në zonën e Thethit. Çdo kush që ka shkuar në Theth e ka vënë re që e vetmja gjë që e bën atë vend të përfitojnë ata banorë janë vetëm bukuritë natyrore. Në qoftë se ndërtohen kaq shumë, atëherë ato bukuri do mund t'i shohim fare mirë në qytete europiane, madje edhe në qytetet tona, për sa kohë që paketa e maleve u lejon investitorëve të shkojnë deri në Rrogozhin, uroj që mos shkojnë edhe në zonën e Sarandës, edhe Saranda ka male plotë gjëra kafshë. Po çfarë ndodh në zonën e Zagorijës, ku fshatrat janë shumë të varfra? Më thoni ju, nëse shkojnë 2 resorte për të bërë punën, çfarë ndodh me ata banorë? Do kthehen të gjithë në punëtor, në krah pune për këto resorte? Kush I bën një plan biznesi, thash, edhe rol të madh do të kenë bashkitë, kupton, rol vendimtar do të kenë bashkitë pikërisht domethënë për zhvillimin e këtyre zonave. Kriteret janë vendosur, bile janë thjeshtuar pak me sa di unë domethënë kriteret e këtyre ndërtimit të këtyre bujtinave. Unë jam optimist domethënë që kjo do të funksionojë. Thash ishin të interesuar shqiptarët të cilët janë në emigracion, duan të kthehen këtu, nuk I dinë domethënë sepse kanë ikur dikush ka ikur nga toka, s'ka pas tokën, s'ka pas mundësinë me investues, s'ka pas. I kanë fituar lekët, duan të kthehen domethënë pronave të tyre. Zoti Dervishi, nëse liçenet e Lurës janë në paketën e maleve, edhe unë që nuk jam investitor, them po le ta provoj se fundja mua po më ndihmon qeveria, po më sjell rrugën deri aty, po më sjell ujë drita automatikisht me një kredi, fundja e provoj. Çdo njeri I cili është në një farë moshe e ka të drejtën të shkojë të trokasë dera e bankës, thotë unë kam një garanci nga qeveria, më ka dhënë garantoj, pra domethënë garantoj qeveria për të dhënë domethënë ndihma pikërisht të investimeve. Por çfarë ndodh me këto terrene? Stimulim është. Domethënë kjo është pjesa që unë dua të kuptoj këndvështrimin e një investuesi I cili shkon aty. Dakor, ai mendon vetëm fitimin, po fitimi nuk është gjithmonë qëllimi final I një biznesi. Sepse edhe dështimi është paralel me të. Ju thoni që në zonën e Tiranës ka biznese që sot e vuajnë praninë e të huajve apo vendasve që të shkojnë të vizitojnë dhe t'i mbajnë gjallë. Nëse ndalemi tek diaspora, sigurisht ata duan të vinë në atë dhe të kthehen dhe të investojnë. Po çfarë problemesh ka fshati sot? Në fshat sot mungon rruga, mungon ujë, mungon elektrifikimi. Ata nuk e vën dot. Ndoshta nuk është se mungojnë në të gjitha Dorina, sepse janë bërë disa investime, jo vetëm nga kjo qeveri, por edhe nga me standarde flas, me standarde siç do të pretendonin emigrantët tanë. Dorina, më lejoni t'ju ndaj një përvojë personale. Unë jam nga zona e Spilles. Prandaj unë dala tek Rrogozhina, se e njoh fare mirë atë zonë, di çfarë ndodh atje. Rruga atje ka ardhur vetëm në 2009 kur ishte kryeministër Sali Berisha. Nuk pyeti kush për standardet. Në fund të fundit të gjithë u gëzuan se është një rrugë e shtruar me asfalt e cila të çon për një kohë shumë më të shkurtër në kushte shumë më të mira nga pika A në pikën B. Ne shqiptarët në ato vite, madje edhe sot nuk po kërkojmë shumë. Sot në zona të thella mjaftojnë të dërgosh rrugë. Mariana Koçeku më thonte për zonën e saj ku ajo banon që I kam kërkuar kryeministrit një ndër kushtet kryesore të jem pjesë e listave të Partisë Socialiste, është fakti që të shkojnë në zonën time, të shkojnë rrugë se janë shumë fshatra atje që nuk kanë akses me qytetet e mëdha. Nuk nxjerrin dot prodhimet e tyre në treg, nuk kanë mundësi të shkojnë të furnizohen me të mira jetike e shumë çka të tilla. Unë këtu nisem dhe këtë dua të kuptoj. Pra kjo paket malesh, a më ndihmon mua, a ndihmon një investitor se unë nuk hyj tek investitorët. Por zoti Dervishi ka në shoqatën e tij shumë njerëz që janë listuar të tillë. Ai jep atyre një ide finale se çfarë qëllimi ka kjo, apo do të përfundojmë tek ca investime që nesër përfundojnë në grehina. Nuk e di nëse jam I qartë në atë që po them. Qëllimi I këtij ligji është shumë I qartë që t'ia jap patronazhistit që kanë mbetur në fshat. Fshatrat janë patronazhist nëse po mendon se do ketë vetëm flukse turistësh nesër. Ndoshta po gënjehet, ndoshta po mashtrohet. Është mjeti I fundit për të blerë sërish vota, ndoshta për të shtyrë sa mund të shtyjnë. Po thoja në lidhje me fshatin. Fshatit I mungojnë elementet bazë. Në fshat ende ka fshatra që nuk I vën dot 2-3 pajisje në prizë njëkohësisht. Sepse tensioni është I ulët. Pra, emigrantët çfarë do të kërkonin? Do të kërkonin rrugë, ujë, elektrifikim dhe leje. Un kam projektin. Ne kemi një ligj për të lëshuar leje ndërtimi sot. Përse duhet të krijojmë një ligj tjetër që ofron lehtësira marramëndse duke na lënë ne pa male, sepse faktikisht shkatron tërësisht malet
dhe parashikohet të jetë një shkatërrim i burimeve ata mund ujore. të gërmojnë aty, mund të bëjnë projekte zhvillimore që prishin atë Po gjendje sigurisht ekzistuese? si do ndërtojnë fole dallëndyshesh në përpemje. Juve e trajtoni çik me sa shikoj unë edhe juridikisht, po edhe politikisht. Sigurisht që e trajtoj politikisht unë sepse është shumë, po përdoret politikisht. Unë nuk e shikoj domethënë në këtë optik. E kupton? Ju shikoni optikën juridike, optika juridike është mjaftueshëm për ta kundërshtuar. Qeveria e Partisë Demokratike kam ndërtuar unë në atë kohë. Sigurisht me leje ndërtimi parkombëtar, aty ka pas vështirësi për të marrë ato leje dhe gjërat. Përse ka duhet jemi sot një shtet që krijon vështirësi në lejet e ndërtimit? Përse? Sepse nuk e krijojmë këto se ka monitorim, ka kontroll, ka standarde të larta. Ne i krijojmë këto pengesa, po jo duhet të ndalemi shumë të lejet e ndërtimit. Në atë kohë kishte nxjerrur një ligj, i cili thonë domethënë person i stimuluar i turizmit, nëse e ke lexuar. Person i stimuluar i turizmit do të thotë që përjashtosh nga taksat e tatimit për 5 vjet, që unë kam përfituar. Edhe mallin se unë kam marrë në shtëpi drurin atë kohë nga të parët në Shqipëri, kam prur nga Finlanda, nuk paguaja doganë, edhe tatimorët nuk vinë, domethënë ishte i përjashtuar nga këto, domethënë. Edhe kjo tani, që thot ai për kaq vite do 10 vite do përjashtohen nga këto, sigurisht i jep një stimul domethënë ti. Kështu e shikoj unë të biznesit. Kjo që thonë juve, nuk e di sa sakta janë ato hektare që përmendën juve aty, por thashë unë e shoh me optimizëm që të ndërtohen. 100% sakta i kenë faqen zyrtare të Këshillit Ministrave. Unë nuk përmend patrizhanizëm këto patronazhanista që thonë juve, ashtu nuk e kam iden fare, as merrem me ato fare, s'do të di kush janë ato, por unë po flas për ato qytetarë që janë jashtë shtetit që duan të kthehen tonë në Shqipëri, edhe kjo është një mënyrë edhe për t'i kthyer, për t'i joshur në një farë mënyre. E s'ka gjë të keqe, unë kam vllai në Itali, të kthehet këtu. Kam motra të kthehen. Ne duhet t'u japim njerëzve pronat e tyre pra. Përse duhet të ngrem ligje të tilla konfliktuale kur ne faktikisht duhet të kërkojmë falje që nuk u kemi dhënë pronë. Po kemi në një ligj ekzistues. Sall, tokën atje mund shkoj të ndërtoj, ajo tokë e shikoj më fal. A jeni trashëgimtar i gjyshit tuaj? Komisioni kthimi pronave është tjetër gjë, ajo. Përse duhet pikërisht kadastra, unë jam i pari që ankohen për shtetin, domethënë për kadastrën, për abuzimin që mund bën aty, domethënë e kam mbujtur në vete. Unë e kam me leje me 2 leje ndërtimi objektin tim. Sigurisht si gjithë tjerë dhe unë ja kam thënë kryeministit ballë për ballë në sy 200 vete. Kam ndërtuar me leje ndërtimi në Dajt, thash në atë kohë që nuk kishte mundësi të ndërtosh. Gjithë bënin kiosk në Tiranë, ku morën lejen unë shkova atje. Tani si gjithë tjerë ne kemi bënë shtesë ndaj gjë. Edhe unë mora me legalizimin. Ma bën legalizimin, më dhan letrat në dorë, më tha mua ke gati. Pastaj mas 2 javë më lajmëron u anulluan legalizimin. Pse u anulluan legalizimin? U anulluan sepse është ankuar drejtori AKSM-s se është parkombëtar e tjera. Çdo thotë kjo. Domethënë kjo është një absurditet. Të shkosh domethënë nëpër kadastër, nëpër këto, është katastrofë. Sepse klasifikimi i parkut të Dajtit si park kombëtar e ndalon ndërtimin. Unë nuk po them që kjo është qeveria shkëlqyer e ka bërë këto, kam nuk merrem fare me atë punë fare. Unë shikoj biznesin tim aty, unë po ankohem për rrugën. Unë e kam majt rrugën e Dajtit 15 vjet me karrocë dore duke paguajtur unë punëtor. 15 vjet e kam majt unë. Sigurisht që kanë humbur 2 gishta asfalt aty nuk ndërrohen makinat, sepse është ajo, nuk ka votus Dajti, pra nuk bëhet rruga Dajtit. Është bërë rruga Prezës, është bërë rruga Petrelës me drita. Pse mos bëhet 5 kilometra rruga aty nga Trau, asaj të bëhet jetë model të vinë për biçikletat, vinë me gjithë ato. Kryeministi ka thonë, kur ka marrë votën kryeministi që e kam votuar dhe unë, ka thonë që unë do ta bëj bulevardin e Tiranës, do t'i bëj trotuare që të kaloj familja 4 veta. Faktikisht nuk është aty. Unë po t'isha kryetar bashkie, unë do të shem dhe vizën e bardhë aty. Thon, kaq metra do jetë kjo, kaq do të jetë kush të doj për këtë punë aty. Të gjitha këto pak nëjësi, të gjitha këto pak nëjësi, ti do të trajtosh juridikisht. Po, të gjitha këto pak nëjësi, këtë po ju them. Ato mund të jenë shumë sakta, edhe unë përgëzoj për këtë, domthonjë që ke arritur të nxjerrësh ato. Po jo ta trajtosh me patrizhanista me këto. Absolutisht do ta trajtoj dhe me ato, sepse di skenarin që fshihet pas kësaj. Unë nuk merrem fare me politikën. Ideja është këtu që ju vetë po thoni që gjërat nuk shkojnë dhe nuk ka qeverisur mirë. Fakti që nuk ka qeverisur mirë, fakti që nuk është ndërtuar në kaq vite, ju lutem, në kaq vite, nuk ndërtuar një rrugë në parkun kombëtar të Dajtit. Fakti që ne nuk u kemi dhënë pesh zonave të mbrojtura, parqeve kombëtare. E dini që 30% shkon për paketën e maleve, 30% e sipërfaqes, 20% është sipërfaqe zonë mbrojtur në Republikën e Shqipërisë. Pra 50%, gjysma. Po nuk janë stoli parqet kombëtare zonë, nuk janë stoli. Sigurisht që janë stoli, janë të jo, nuk janë stoli. Janë për të shfrytzuar. Ju lutem se flasim njëkohësisht dhe nuk më lini. Ju përmendët shtete si Austria apo shtete të tjera të Zvicra të zhvilluara, të cilat
Mezi në parqe kombëtare me shumë vështirësi mund të gjesh një kafe ose një bar druri me pajisje shumë ekologjike në këto parqe kombëtare. Nuk janë asnjëra prej tyre të bombarduara nga ndërtimet, të gjitha janë parqe me stola, me rrugë për kalimtar që shijon patat, rosat, ecën me biçikletë, shëtit me fëmijët. Ne mund ta ndërtojmë historinë, ne jemi historia. Po kjo historia nuk ndërtohet duke vjedhur. Kjo është vjedhje. Paketa e maleve faktikisht po ndërtohet mbi një propagandë shumë mashtruese dhe ju a them këtë me bindje sepse e shoh se si del kryekuput vet kryeministri dhe gënjen për atë që shkruhet në ligj, thotë që ky ligj nuk bën tokat kalon pronësinë për trashëgiminë për tokat e gjyshit, nuk është e vërtetë dhe nuk prek tokat e të gjithëve, jo faktikisht prek sipërfaqet publike të gjithë shqiptarëve. E qartë. Dorina, ka një paralele që mund të heqim ndërmjet paketës së maleve dhe Shqipëria 1 euro që kishte kryeministri Berisha? Ku dallojnë? Është e njëjta gjë edhe investimet strategjike është e njëjta gjë. Pra, unë ndaj e përmenda që ky është replikimi i shëmtuar i investimeve strategjike. Të dyja e japin tokën me 1 euro. Ne e pranojmë sot, por sot, vetëm pasi thot kryeministri që do ta shfuqizojmë ligjin për investime strategjike, vetëm atëherë pranojmë që është një ligj i keq. Faktikisht duhet të ishte shfuqizuar që në 2018-ën. Masat lehtësuese për zhvillime me kaq shumë lehtësira, pra që ti të japësh sipërfaqe të mëdha territori për 1 euro, aplikohen për një periudhë të shkurtër. Përse? Sepse ti është një farë diskriminimi edhe ky, por ti ja jep një individi, një investitori që investon në shumë amarramënd se një dhe investon në pika strategjike. Tani më thoni ju mua, çfarë pike strategjike është ndërtimi, se ne kemi ndërtime të zakonshme që po ecin në Shqipëri. Pikë strategjike është ndërtimi një hekurudhe. Pikë strategjike është infrastruktura që ne ende se kemi mbaruar infrastrukturën. Strategjike është urbanizimi, plani urbanistik. Po thotë që atë rrugën e Dajtit po e mban vetë, dhe sot me të vërtetë atje nuk ke ku të këmbehen 2 makina, do duhet dikush të nxjerrë një gomë në humner. A kemi ne një linjë, po edhe një aplikacion online që ne ta dim nga Austria, do vim dhe do shkojmë në këtë fshat, do marrim këtë tren, do marrim këtë underground, do marrim këtë autobus, do shkojmë këtu. Jo, ne udhtojmë me fugona. Sërish sot. Pra, ne kemi mos e politizoni me që ishit. Po ju po politizoni. Ngeli në ide. Unë nisoj projekt që neve për krajm gjithë ishim gati gjithë. Dua të them që ne kemi të tjera pika strategjike, nuk është ndërtimi dhe abuzimi që është bërë, si në Bregdet ashtu edhe në mal. Dorina, cila është nisma që keni ndërmarrë ju? Ne prej 60 ditësh më shumë jemi në shesh në disa qytete, kryesisht në Tiranë kemi qenë në Shkodër, në Durrës, në Vlorë, në Elbasan, për të mbledhur firma. Janë mbledhur 30.000 firma për ligjin për investime strategjike dhe 30.000 për ligjin për paketën e maleve, sepse kushtetuta parashikon që shqiptarët kanë të drejtë të thërrasin referendum. Referendumi është e drejta jonë për të vendosur. Sa firma duhen për referendum? Duhen 50.000 për secilin ligj dhe jemi në kuotën e 30.000 për secilin, pra do të duhet të mbledhem 20-20 për të dy ligjet. Jemi duke vazhduar këtë proces. Është një proces e quajmë historik sepse do të mësoj shqiptarëve fuqinë që kanë. Shumë herë më pyesin nëse do miratohet vendimi që do dali nga referendumi, a do të miratohet në parlament, dhe u them, dhe ky është edhe një mision i yni, ndërgjegjësimi, sensibilizimi, edukimi i popullsisë që jo, referendumi nuk shkon në parlament. Faktikisht referendumi ka fuqi mbi të gjitha organet dhe po ta dinë shqiptarët këtë, po ta aplikojnë më shpesh këtë, sigurisht ndërgjegjësimi do të jetë më i madh dhe jam e bindur që do të jemi qytetarë më të mirë, më të ndërgjegjshëm dhe do ta mbrojmë vendin tonë, se duhet jemi në fund. Një të keq, Italia brenda një viti ka shkuar 2 herë në referendum. Dhe ne duhet jemi kontrollori i qeverisë tonë, pra ky duhet jetë faktikisht raporti mes qeverisë dhe qytetarit. Ne duhet ta kontrollojmë. Si kontrollohet? Nuk kontrollohet një herë në 4 vjet. Kontrollohet me referendum. Kështu krijohet një farë balance e mbi pushtetit që është krijuar aktualisht. A ka pasur interes nga qytetarët? Për sa kohë i keni bërë ju 30.000 firma? Për 2 muaj janë mbledhur 30.000 firma. Pra ka korresponduar edhe me kohën e protestave, gjë që qytetarët e kanë pasur ndërgjegjen të zgjuar dhe kanë qenë të angazhuar për të. Po shumë. Ka patur shumë interes edhe nga diaspora. Çfarë shihni ju që ka ndryshuar me këtë protest nga diaspora kryesisht, që duket se është më jetëzuese e asaj fryme, por nga ana tjetër edhe qytetarët që janë këtu, ndoshta jo të gjithë ata që dalin në bulevard, por edhe ata që nuk e kanë mundësinë ta bëjnë këtë. Unë shoh zgjim të madh që
ata e kuptojnë që duhet të marrin frenat në dorë, duhet të udhëheqin, duhet të reagojnë për vendin se nuk do ta bëj dikush tjetër për ta. Dhe këtë e shoh edhe me një nxitje tjetër që ka sjell ndryshimet për reformën territoriale, që rrezikojnë shkrirjen e 15 bashkive. Edhe kjo ka sjell një zgjim tek qytetarët. Shpresoj të jetë ende më i madh. Ende duhet të rezistoj si protesta, si reagimi qytetar, që të vazhdoj kjo frym, sepse ne duhet të mësojmë këtë gjë që kemi qeverisjen që meritojmë. Duhet ta meritojmë një qeverisje të mirë dhe kjo meritohet me reagim, me angazhim. E qartë, 2 muaj protesta në bulevard. Ju i paraprit me të njëjtën kohë duke qëndruar përpara zyrës së kryeministrit. Jeni xheloze që nuk patët të njëjtën formë të proteste në mbështetje i referon gjithmonë. Jo, nuk e mohoj që ndjej personalisht ndonjë keqardhje pse nuk erdhën që atëherë, sepse ka qenë shumë i përshtatshëm momenti. Muaji janar kur Edi Rama kishte nga një anë presionin e Belinda Ballukut dhe nga ana tjetër do të kishte pasur presionin e jashtëzakonshëm qytetar ku nuk ishte rrëzuar imuniteti në kuvend. Pra ende diskutohej fuqishëm, jam e bindur që krisja do të kishte qenë e madhe në qoftë se pjesëmarrja qytetare do të ishte e fuqishme si sot. Megjithatë, absolutisht nuk bëhet fjalë për xhelozi, këta janë vëllezërit e motrat e mi edhe unë i shoh kështu. Edhe jam shumë e lumtur që erdhi kjo ditë. Jam shumë e lumtur që dolën në ball atje dhe po e kuptojnë se çfarë do të thotë rezistencë. Dhe po kuptojnë pse duhet të rezistosh kundër pushtetit, sepse ndoshta ne shpeshherë akuzoheshim çfarë po bëni aty, domethënë. Për ne ishte një akt edhe shpirtëror, edhe moral, edhe karakterial, për të treguar se ne rezistojmë. Kaq kishim në dorë, kaq bëm. Në qartë. Por a keni pasur qasjen të afroheni me partitë e tjera, të reja, qoftë edhe për këtë referendum, për të bashkuar forcat, për të mbledhur sa më shumë firma, apo qoftë edhe për një bashkëpunim në të ardhmen? Ne kemi qenë të hapur, por nuk ka patur një afrim nga ana e tyre. Theksoj dhe raste që ndoshta dhe kanë kaluar për brinesh dhe nuk janë ndaluar ende të firmosin, ka kohë. Ndoshta mendojnë që ka kohë, ne ende si kemi mbledhur, janë të mirë pritur që të jenë pjesë e procesit të mbledhjes së firmave, të firmosin personalisht, por nëse duan të jenë pjesë edhe të pajisen me formulare që ne kemi marrë nga KQZ-ja për të mbledhur firma në mes mbështetësve të tyre, absolutisht. E qartë. Zoti Dervishi, protesta ka dëmtuar biznesin? Në një farë mënyrë po. Kuptohet, vetëm kam debatuar edhe në një studio tjetër me dikë, sigurisht jam mbrojtje të bizneseve sepse ne paguajmë taksa, paguajmë rrogat e punonjësve, nuk mund të mbyllen bizneset për mbështetur protestën. Gjithsesi është i lirë, unë i përliq protestën. A ka biznese që janë mbyllur për protestën? Por edhe protesta do të mendoj unë, nuk e di sepse tash nuk jam pjesë e saj, por zonja di shumë mirë, duhet të ketë një program, domethënë, unë nuk e di, domethënë çfarë programi është, ku do dalim, dakord, kërkohet rrëzimi i qeverisë, i kryeministit ose i Sali Berishës, por normalisht do të ketë një program, domethënë që çfarë do të vendosë kjo protestë. Çfarë vendosi? Domethënë që neve të jemi besim plot, domethënë që çfarë presim neve, domethënë çfarë ndryshime presim, sepse thash dhe herë, qeveria nuk ka përsosur, kjo ka gabimet e veta, qeveria më pashme ka pas vetat, ne po shkojmë drejt Bashkimit Evropian nëse do të arrijmë, domethënë shkojmë aty me këto. Gjithmonë i fusni skepticizmin mendimit tuaj, nëse do të arrijmë në Bashkimin Evropian. Kryeministri ka bindjen që ne do jemi. Absolutisht, kur them nëse do të shkojë edhe protestat kanë rolin e vet, kupton? Diçka duket sikur ecën përpara, po protestat domethënë e kthen nga mbrapa, domethënë ka mjaft ngërshe për sa i përket atij ku jemi neve nisur për të shkuar. Me standardet europiane, protesta vetëm e çon përpara një vend, sepse i bën të kuptoj perëndimit. Të lutem ta mbaroj, i bën të kuptoj perëndimit që qytetarët janë të ndërgjegjësuar për të drejtat e tyre dhe nuk ka një gjë më të rëndësishme për Bashkimin Evropian se sa të drejtat e njeriut. Kështu që ne nuk mundet kurse si t'ja lejojmë vetes këtë që të kritikojmë një protestë. Protesta është një akt që duhet vetëm inkurajuar. Ajo nuk është një koncert, pra ne nuk mund të presim një program, një moderator, një udhëheqës, këngëtari kryesor, këngëtari dytësor. Protesta është një akt revolte. Ajo duhet vazhdoj për sa kohë qytetarët kanë revolt. Për sa kohë gjërat nuk po funksionojnë. Ne jemi prej 2 muajsh. Prej 2 muajsh. E ka shprehur me votë. Atëherë. E ka shprehur me votë dhe unë i rri korrekt votës, kupton? Vota është e fshehtë, edhe ai ka marr votat për të drejtuar qeverinë për 4 vite. Mas 4 viteve
Zotri, në qoftë se ju merrni një avokat. Jo, s'marr Në qoftë se ju merrni një avokat dhe ai ju del i pabes në çështjen tuaj. Blihet nga pala tjetër siç është shumë e zakonshme në Shqipëri të ndodh kjo. Vazhdoni ju deri në fund të kontratës apo e prishni kontratën me avokatin tuaj? Shiko, Ju lutem vetëm përgjigjen shkurt. Jo, ke shumë të drejtë për këtë, për sa i Ju përket lutem, sajtit. a e prishni kontratën apo e vazhdoni deri në fund të afatit? Absolutisht, që e prish kontratën edhe thash më parë. Atëherë, Çfarë kjo ofroni është- juve? kjo e është që të bjeni kjo demokracia. qeveri, çfarë ofroni Kjo juve? është Ma fal, çfarë alternative ja, jepni juve? këto dy Po jo, gjëra çfarë nuk alternative? duhet- Unë të besoj. Tani, që unë të bëmi pjesë e protestës, dhe unë duhet di, domethënë çfarë ofroni juve, që neve domethënë ta ndërpresim domethënë aktivitetin e kësaj qeverie. Çfarë ofroni juve? Që unë të di, domethënë që zotëri, po nuk më pëlqen kjo qeveri, më pëlqen. Më ke pyetur 3 herë çfarë ofroni. A t'ju përgjigjem? Po. Atëherë, protesta kërkon dorëheqjen e qeverisë, zgjedhje të parakohshme, qeveri tranzitore 12 mujore. Çfarë ofrojmë ne? Kjo do të dihet 30 ditë përpara zgjedhjeve në fushatën elektorale. Pra, edhe këtu ka dezinformim. Pra, qytetarët, një pjesë e tyre janë fryrë me idenë që të rëzosh Edi Ramën duhet që tani ta kesh idenë se kush do ta zëvendësoj. Jo. Atë e tregon gara, e tregon fushata elektorale, programi politik dhe një garë, një ditë zgjedhjesh. Aty shqiptarët vendosin kush do t'i udhëheq. Ne duhet bëhemi njerëz të ligjit, të garës dhe të meritës. Nuk mjafton që vetëm të bëhemi të fjalëve. E gjitha kjo është sërish propagandë. Propagandë që nxitet nga Edi Rama për treguar që nuk ka kush më zëvendëson. Ka shumë njerëz të aftë në Shqipëri dhe në diasporë që janë të gatshëm të vinë dhe të qeverisin Shqipërinë në mënyrë të shkëlqyer. Kështu që ne do duhet që vetëm t'i informojmë qytetarët në këtë drejtim. Protestoni deri në realizimin e pikave, t'ju bashkohemi në protesta, të gjitha brezat siç janë shkrirë në këtë protestë dhe të kemi dorëheqjen e Edi Ramës, datën e zgjedhjeve, qeveri tranzitore për 12 muaj. Kur të vinë në 12 muaj e disa kohë do të kemi për t'i qartësuar se kush duhet dhe kush do ta fitoj garën, atë e tregon vetë gara. Dhe informimi ka qenë misioni i këtij programi që prej fillimit ashtu sikurse sonte më vjen mirë që arritëm të hedhim disa pika mbi disa këndvështrime të ndryshme, por të qarta se çfarë ofron paketa e maleve, si shihet nga ana e investitorëve dhe si shihet nga ana juridike apo qytetarëve, të cilët nuk i kanë hyrë thellësisht për të kuptuar më shumë se çfarë ndodh. Zoti Dervishi, faleminderit që ishit sonte, faleminderit që sollët opinionet tuaja dhe përvojën, gjithashtu si kreu i shoqatës së restoranteve dhe bujtinave. Faleminderit gjithashtu të Rina Prethi, është kënaqësi që të kem në studio. Udhë të mbar me misionin tuaj për t'i çuar firma deri në fund, për ta çuar këtë vend në referendum, ndoshta edhe ky popull përpara referendumit do mund të zgjedhë diçka që ndoshta surprizon shumë kënd.